se disa ta herë që ne nga Berati bëjmë protesta paqësore dhe janë 4 djem që janë nga mosha 16 deri në 18, janë stoik dhe përsëri më arrestuan djem. Midis tyre dhe një 16 vjeçar që e kam me veten. Sepse dhe kur e lëshova erën e dytë prap ma kapi policia. Herën e parë, në qoftë se ju jeni në dieni, më morën një Regjino Pepa, e kanë keq trajtuar në mënyrë shtazarake, kanë bërë dhe te ju intervistën dhe ishte aq rëndësa dhe kësaj radhe nuk ngrihej dot në këmbë të vinte për protestë, megjithëse ishte i shumë dëshiruar për të ardhur. Ja kuptoj. Edhe këtë herë të 4 protestuesit që janë brenda i kanë marrë zvar, sepse un kam djalin e vogël që tani se kam frikë mbaj me vete. I kanë marrë zvar dje me duar në xhepa pasi gjë dhe kanë qenë civil. Sepse më tregon ky djali këtu që i kanë shtritur, i kanë vënë shelmin në pyet, pastaj kanë nxjerr distriktivin, i kanë thënë policia e shtetit, pse na gjuani, pse na diqni, kur këta s'kishin asgjë. Thjesht me duar në xhepa, se në atë kohë unë isha duke marrë një protestues tjetër që ma kishte arrestuar policia. Jam dhe në video me zotin Albati, kur e kanë marrë zotin, kur morëm një protestues që policia po e dhunonte, morëm me zotin Albati në krah, aty na hodhën 2 molotov, këta e them me përgjegjësi të plot, na ka hedhur policia molotov, një molotov i ka rënë në shpatull Bledionit dhe një tjetër te Kema, që është në atë moment mori goditjen e parë. Po na ndihmon regjia edhe me pamje ndërkohë. Unë zbrita me protestuesin tek lokali që është e xhamia për t'i dhënë ndihmën e parë dhe ujë sepse ishte në gjendje shumë të keqe. Eno Bos do iku me Bledionin nga ana tjetër, kur aty janë lëshuar Bledionit. Nuk e di, e keni ju, sepse ju mund të mos i keni pamjet e plota, po në fillim i kanë gjojtur me nga ato të gazit. Pastaj kanë gjojtur me shkopin gome, kanë shtytur, nuk e di që ishe kjo dhunë shtazarake. Pa, gjove gjë, kishte në koment nga policët pse kjo lloj dhuna, kishin e lë? Jo, po unë kam marrë... Në fjalla, gjove diçka? Kam folur dhe me atë si shefin e çajiste i atyre. Kemi urdhër, vetëm kaq thoshin, kemi urdhër, asnjë gjë tjetër. Se po i thosha mbani formatin, nuk keni pse lëvizni, se po na shtynin, kisha dhe një person që ishte i sëmur. Me mua dhe unë mundohesha të mbroja personin që ishte i sëmur. E kemi me urdhër, thoshte, ne kemi më vjen keq që kemi me urdhër, se ndoshta 2 nga ata më njihnin prandaj. Po, dhe po shohim edhe pamjet e 16 vjeçare që citove, Zini Guraj. Që është dhunuar gjithashtu gjatë ndalimit dhe më pas edhe është arrestuar. Po. Dakor, Kasion, unë të falenderoj për dëshminë që na solle nga protesta nga sheshi.